Si t'i zhdukni rrullat për një ditë? Kjo recetë me llumin e kafes do ju befasoj. Siç mund ta dini, kafeja është një nga përbërësit që ka zënë vend të rëndësishëm në bukurinë tonë. Trajtimet me llumin e kafes ose kokrat e shtypura të saj janë të shumta, por ne sot kemi veçuar disa prej tyre mjaft të rëndësishme që mund t'i përdorni në përditshmërinë tuaj dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet. Të gjitha këto mund t'i përgatisni vetë në kushte shtëpie për një lëkurë të pastër, më të shëndetshme dhe pa probleme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithçka që duhet të bëni është të ndiqni këto këshilla si më poshtë. Trajtimi me kafe, vaj kokosi, gjithashtu në përbërje të tyre edhe kanellën. Ju duhen këta përbërës për të realizuar këtë recetë fantastike, shumë efektive gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Ndaj përdoreni me sukses për të arritur edhe rezultatet e duhura. Përbërësit që ju duhen janë 50 gram vaj kokosi, 50 gram llumë kafeje, 5 gram kanellë dhe filloni me përgatitjen e kësaj recete. Shkrini me kujdes vajin e kokosit derisa të formohet një masë e njëtrajtshme. Përzjeheni bashkë me përbërësit e tjerë dhe formoni një pastë kompakte. Vendoseni në fytyrë të pastër dhe gjithashtu masazhojeni atë me lëvizje të lehta rrethore në të gjithë sipërfaqen e lëkurës. E lini të veprojë për të paktën 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe lajini fytyrën në rast se keni edhe lëkurë të yndyrshme. Receta tjetër që ju duhet në përbërjen e kësaj recete është kafe, sheqer, mjaltë dhe vaj ulliri dhe mund të arrini të realizoni një recetë fantastike. Përbërësit e saktë që ju duhen janë 150 gram nga llumi i kafes, 200 gram sheqer, i cili duhet jetë sheqer kaf, 50 gram mjaltë, 40 ml vaj ulliri. Më pas filloni me përgatitjen e kësaj recete për të arritur gjithashtu rezultatet e shumë pritura. Në njëherë përzjeni të gjitha përbërësit derisa të formohet një masë e trash kompakte. E vendosni dhe e lini në fytyrë dhe në qafë duke masazhuar në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. E lini të veprojë dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Këtë trajtim mund ta bëni të paktën për një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jetë lëkurë e shëndetshme dhe më pak komplikacione të saj. Maska me kafe dhe mjaltë mund të jetë gjithashtu një alternativë shumë e rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 5 gram kafe, 25 gram kafe. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e saj. Përzjeni të gjitha përbërësit në një enë derisa të formohet një masë kompakte. E vendosni në fytyrë dhe e lini të veprojë për të paktën 20 minuta derisa ajo të thahet. Në fund e shplani fytyrën tuaj dhe qafën dhe e lini për të tharë në mënyrë natyrale. E pastroni me një pambuk për të hequr gjithashtu edhe të gjitha papastërtitë dhe në fund aplikoni kremin e hidratimit. Kjo do të jetë një mënyrë fantastike për rigjenerimin e lëkurës suaj dhe parandalimin e acarimeve të saj. Maska tjetër ka kafe, drithra dhe mjaltë. Përbërësit e saktë që ju duhen në realizimin e kësaj maske janë 75 gram mjaltë, 15 gram drithra dhe gjithashtu 167 gram mjaltë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni të gjitha përbërësit dhe masën e përfituar e vendosni në fytyrë dhe aplikoni me lëvizje të lehta rrethore. Pasi të jetë të tharë në të gjithë sipërfaqen e lëkurës, e lini të veprojë për disa minuta dhe më pas e shplani me ujë të vakët dhe aplikoni kremin e hidratimit. Kështu do të arrini të mbroni lëkurën tuaj, të parandaloni acarimet e saj dhe të siguroni që të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe pa probleme. Maska me mjaltë, kafe dhe kos mund të realizohet fare lehtë në kushte shtëpie për të mbrojtur shëndetin e lëkurës dhe për ta bërë atë gjithashtu edhe më të vlefshëm. Për këtë do ju duhen 10 gram kafe, 25 gram mjaltë, 20 gram kos. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë.
Përzjeni të gjitha përbërësit derisa ata arrini të krijoni një masë homogjene. Më pas, masën e përfituar aplikoni dhe e lini në fytyrë. E lini të veprojë për 20 minuta dhe shplani me ujë të vakët, duke masazhuar fytyrën me lëvizje rrethore. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për rigjenerimin e saj dhe parandalimin e komplikacioneve. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën krijojnë mënyra efektive për pastrimin e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Kjo është ndoshta një arsye pse edhe ju duhet të ndiqni mënyra praktike të realizuara vetë në kushte shtëpie për ta mbajtur lëkurën tuaj më të freskët, më efektive dhe gjithashtu më të mbrojtur. Ato mund të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve. Prandaj mund të realizoni maska natyrale që do ju ndihmojnë të keni një lëkurë të shëndetshme, më të mbrojtur dhe më pak probleme të saj. Maska me limon kundër rrullave mund të jetë vërtet efektive për rigjenerimin e saj. Për këtë do ju duhen një limon, 2 deri në 3 lugë gjedhe mjaltë dhe pambuk. Por si ta përgatisni këtë maskë në mënyrë natyrale? Shtrydhni limonin, lëngun e përzjeni me mjaltë. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet të shtoni pak ujë dhe gjithashtu mund të arrini të krijoni një përzierje që ta aplikoni në lëkurën tuaj me pambuk. E lini që të thahet deri në fund dhe më pas e pastroni atë me ujë të rrjedhshëm. Aplikojeni këtë maskë vazhdimisht në lëkurën e fytyrës dhe rezultatet që do të merrni do të jenë një lëkurë më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe më pak komplikacione të saj. Maskën e aplikoni një herë në javë dhe rezultatet do të jenë lëkurë pa rrulla, më e freskët dhe gjithashtu më vitale. Maska natyrale në kombinim me karrotën dhe mjaltin mund të jetë një mënyrë fantastike për ta patur lëkurën e fytyrës më të shëndetshme dhe të keni më pak komplikacione të saj. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj maske janë një karrotë, 2 lugë gjedhe mjaltë. Lajeni dhe prini karrotën në kubik të vegjël, e vendosni karrotën në blender dhe kur të jetë gati shtoni mjaltin dhe i përzjeni mirë. Vendoseni maskën dhe e mbani në fytyrë, e lini të qëndrojë për 20 minuta, më pas e pastroni fytyrën me ujë. Këtë trajtim e aplikoni 2 herë në javë dhe rezultatet që do të shikoni do të jenë fantastike. Do të keni një lëkurë më të mbrojtur, më të shëndetshme dhe më pak komplikacione të rrullave. Gjithashtu, maska për lëkurën e qafës me vaj ulliri, vazelin dhe vitaminën E mund të japë rezultate të mira në rigjenerimin e lëkurës. Për këtë do ju duhen 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelin. Pasi merrni përbërësit, filloni dhe aplikoni atë maskë në lëkurën tuaj. Vendosni të gjitha përbërësit në një enë dhe i përzjeni mirë. E nxehni enën, më pas e lini të ftohet. Më pas përbërësit e vendosni në një enë tjetër. Aplikoni kremin në qafë dhe në pjesën e dekoltes dhe shkoni në gjumë në secilën natë. Rezultatet që do të merrni janë fantastike. Pas 2 muajsh, qafa dhe dekolteja juaj do të duket më e freskët dhe rinore. Lëkura gjithashtu do të jetë më e mbrojtur dhe më elastike dhe do të keni më pak shqetësime të saj. Vaji i arrës së kokosit mund të jetë një zbehje natyrale për njollat e lëkurës. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën rreth rrullave duke lyer lëkurën me lëvizje rrethore. Më pas e masazhoni dhe mbani në lëkurë për gjatë gjithë natës. Maskën duhet ta përgatisni çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit jep lëkurës shkëlqim natyral dhe zbehe edhe rrullat. Vitamina E është një mënyrë natyrale për ta mbajtur lëkurën më të shëndetshme dhe më të pastër. Kapsulat e vitaminës E mund t'i bleni në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre në çdo mbrëmje. Vitamina E në formë vajore duke aplikuar në zonën e rrullave do ta mbajë lëkurën më të freskët. Ky trajtim duhet të bëhet çdo mbrëmje. Vitamina E zbeh rrullat, hidraton lëkurën dhe ushqen atë me antioksidant. Është e rëndësishme që aplikimi i këtyre maskave të bëhet më parë në pjesë të vogla të lëkurës dhe nëse nuk jeni alergjik prej tyre mund t'i aplikoni sipas nevojës suaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.